Në një botë që është gjithnjë në lëvizje, ekziston një sport që na bën të ulemi, të mendojmë dhe ta parashikojmë çdo hap. Fjala është për sportin e shahut. Në sporti i shahut, siç e dim, është një sport shumë i lashtë, po i cili fatmirësisht vazhdon që të luhet edhe në ditët tona. Ky sport nuk matet me fuqinë fizike, por matet me fuqinë e mendjes, me fuqinë e shkatësisë dhe mbi të gjitha të durimit. Sot me mua dhe me ju në minutat vijuese vije gjyqtari ndërkombëtar dhe ish kryetari i Federatës së Shahistëve të Kosovës, zotri Salih Gërguri. Zotri Salih, mirë se erdhe. Mirë se u gjej. Jam shumë e nderuar dhe ju falenderoj në emër të gjithë dëgjuesve të Radio Kosovës që në këtë moshë të shtyrë arritet jesh pjesë e këtyre minutave. Ju falenderoj shumë, zotri Salih. Për të gjithë ata që, se sigurisht në brezi i ri lexojnë dhe jo gjithmonë i njohim gjitha aktivitetet që njerëzit që bën histori në fusha të ndryshme kanë për shumë. Jo vetëm për sportin e shahut, por edhe për gjitha sportet. Zotri Salih Gërguri, një pasqyrë të shkurtër për të gjithë dëgjuesit nga veprimtaria juaj e shumanshme. Inkuadroheni në udhëheqjen e Federatës së Shahut në vitin 1967. Keni qenë gjyqtar në 2 olimpiada, atë të Shkupit 1972 dhe atë të Novi Sadit 1990. Të kujtohen? Po, si. Keni drejtuar takime në 13 turneje ndërkombëtare në Prishtinë, keni drejtuar kampionate individuale të Kosovës, një të Shqipërisë dhe një në ish Jugosllavi. Keni qenë gjyqtar në 20 festivale ndërkombëtare, të dyta federative dhe keni qenë në më shumë se 360 të ligave të Kupës së Kosovës. Ashtu është. Kryetari i Federatës së Shahut nga viti 1908 deri në vitin 1983, në mos gabohem, dhe në shumë komisione profesionale edhe në Federatën e Shahut në ish Jugosllavi. Ne në jetën e përditshme, zoti Salih, flasim me fjalë. Merremi vesh me fjalë, kuptohemi me fjalë. Në lojën e shahut, që është një sport në vete, flasim me figura. Do e thënë, se cila figur e ka rolin e vetë, e ka mënyrën e lëvizjes, e ka domethënien e vetë. A mund ta konsiderojmë, duke parë gjitha këto afinitete, sportin e shahut si një lojë sport intelektualësh? Të gjitha këto që i thatë janë vërteta, me të vërtet shahu është i tillë që të shtyn të mendosh për lëvizjen aty në figura kur të shesh për herë parë, por për me i mësue duhet spori me përcjell ata që veç kanë mësuar shahun më herët dhe luajnë mes veti, e gadar mas nej fillon edhe ti të e kuptosh ato lëvizje që bojnë figurat. Unë shahun e kom mësu vitin 1949. Atëherë, si nxënësi i gjimnazit Prishtines, isha i vendosur në internatin e gjimnazit, kështu që si ri, kom lujt edhe futbal dhe tjere. Mirë po, dimnit në internat gjithë ishim... Jeni mbledh. Jemi mbledh, ishim të komësive të ndryshme, shqiptar, serbe, tjere. Me sa më kujtohet, bashkë disa nëzonë se kanë paspru një shatë, por të komësisë serbe. Ata luishin me zveti, edhe atëherë s'kemi pasur ndonjë problem që me afrua me përcjell dhe sen, edhe tuj po ata se si po luajnë, veç e fillova edhe unë me mësue
lëvizjen e figurave tjerë, më kadruar në lojë me ta, edhe aty është zona filla e fillimit lojës shahut për mua. Do me thonë, një pasion që ka nisë në moshën studentore. Mosha, po i vjen 11 vjeçare, më duket. Vërtet? Mosha 11 vjeçare, kështu që mandej dita ditës, kur veç e mësova me lujt pak ma mirë, u interesova me po edhe a ka ndonjë klub ku luhet shoh. Ashtë. Atëre, dyqysh kërkush nuk na pranojshin këta të komësis tjetër. Po, të ishtë në Po. Jugoslavi. Mirë, po mora vesh edhe me disa shokë morëm vesh ku po lujnë ata, në atë klub shkojmë aty, inkuadrohemi. Mirë, po edhe që kemi lujtë bukur shumë, në atë klub me ta, me zveti neve që shumë disa shokë, në gara nuk në kanë ftue. Kështu që garat praktikisht... Nuk ju ftu në gara vetëm se ishit komësis tjetër? Po që ashtu po i bjen, nëse po i bjen, ashtu me siguri se në gara, për shembull, nuk të kalzojke që aty ishim, shkojshin dikun me i majtë garat në për qytetet tjera, ose nuk të regojsh që nesër keme utu e tjera. Deri në vitin 1977, kur diçka organizimi i shohut Kosovë prej tyre ra. Kështu që edhe mjetët e parapome nga Federata e Shohut ose Federata e Sporteve nuk i kishën shfrytzuar e bashkëpunëtori për sport na thot kështu disave që e dinte që ne lujmësha kanë mbet shoh, kanë mbet po gara, nuk po organizohet kur gjë, a mujmë ne me aktivizue edhe me formue Federatën e Shohut Kosovë. A ishte vështirë atëherë me i gjetë lojtartë, duhemi i fthira, po ata interesoshin vetë me artë, qysh pranoheshin? Po, shqyqo, sa di une edhe gjatë studimeve e tjerë ka pas aista që luajshin, por jo, që i thash, nuk ishin të inkuadrum shaste, kur farë informatës s'kishin. E kështu që ne në mes veti njifëshimin, mas ne e dishëm që edhe po luhet shohu, por ftesa për me marrë pjesë gara nuk kishëm. E kështu që në vitin 1967 fillum disa aktivist që dija ka nevoj për me nemnat. Pa tjetër. Abi Bashani, profesorish i fakultetit, disa tjerë, për shembull, unë isha ndërta, Sabedin Sabedinaj, mandej kanë qenë edhe i kemi marrë, thirë kuptohet, ne s'kemi dashtë me bundamje gjithë edhe të komësisë sërbe, për shembull, këtë kanë qenë Qetković, Vlahović, e tjere, së është më rëndësi, edhe 77 fillum, edhe u organizum, pa të mundësi me ato mjete që këshin mbet pa shfrytzuar, me majt një seminar për organizator dhe gjyqtar shohut që mas pojnë Kosovë nuk ishte prej shqiptarëve ka qenë vetëm femicidio. Gjyqësia është kvalifikuar edhe
në atë seminar u kvalifikum një numër i madh i shahistëve, kështu që ata që e kryen atë seminar njëkohësisht u bën edhe organizator të garave në tërë Kosovën, se ishin të ftuar shahiste e gjithë Kosovës, pa marrë parasysh çfarë komësie janë edhe, kështu që zona filla e zhvillimit të shohut Kosovë për ne, po mendoj, shqiptarët, ka qenë viti 77, e mande kemi vazhdu me njëre atë vit, kemi majt një turnir pak më të fort me shahistan të ftuar nga ish Jugoslavia, kemi majt kampionatet e Kosovës me pak ekipe në fillim, për shembull kampionati i parë, kemi pas vetëm 4 ekipe, e mandej ne që kishe u shkolluam si organizator në për qytete fillu me formu klube, edhe kështu që klubet u rrit numri i tyne deri 10-12 mëshin me marrë pjesë të gara. E mandej ka vazhduar, ky numër s'është më rëndësishëm, shtohet e tash është bërë 30-40 ekipe e kemi. Zotri Sali, pas ka qenë një rrugë jo e lehtë, si që kanë qenë gjitha rrugët e ngritjes në për institucione të shqiptarve të atyre kohëve, atyre viteve, cili është roli i gjyqtarit në një lojë shahu, për shembull? Po, është delikat është, se duhet me qenë shahistat ose parë që luajnë mes veti shah korrekt, s'ka nevojë ndoshta edhe gjyqtari. Mirë po, aty ke njerëz që donë me diçka, me të ndrruar prej aty në rregullave ndërkombëtare që janë shkruar për shahun, se shahu është bo, ose ka fillu me u zhvillu në tonë botën, atëherë kur janë caktu rregullat, se si me lujt shahu, e tash për më kujdes për që ato rregulla duhet gjyqtari. Me i përcijel lojën, me pas do dhe mos marrëveshje, me zgjedh, Me zbur situatë. me gjithë në krahasim me sportet tjera, ka ma pak atë ndërhyrjet gjyqtarit, konflikte e tjerë, kështu që mirë po me gjithat e po gjyqtar, po nuk zhvillohet. Nuk Zotë Sali, zhvillohet, e tham, këtu po e zbërthen që sporti i shahut është një sport është sport intelektualësh, është një sport që don inteligjencë. Ky lloj, domethënë ky lloj sporti me këtë lloj inteligjence që atëherë u zhvillua kryesisht me meshkuj. Kishte ndonjë femër që kishte afinitet për të luajtur shah? Kur hyri femra në Federatën e Shahut? po themna të ne duket ka kaluar një 10 vjeçara sa mas që fillum aktivitetin kështu zhvillimit shahut Kosovë, tu fillu punën me trit në për shkolla, pa marrë parasysh janë femna moshkë dhe i kemi inkuadrue, e prej aty fillun edhe vajzat me lujt shah, kështu që kur i mbajshim garat, u paraqit e voja që në gara me pas edhe një femën, një pioner, 2 shahista, 3, kështu që një kohë gjatë është lujt liga, në këtë formacion dëmon të rriturit, kësa junior që i thuhet,
pionerët edhe femra. A janë femrat ma të qeta në lojën e shahut? Po, shumë qeta janë, edhe mirë po ato pak kanë shprej interesimin për shah, e që do mos në fillim. Mas disa viteve kur ponë se në përgara po paraqiten edhe femna, po arrinë rezultate, edhe mandej kanë filluar të inkuadrohen, të mësojnë shohën edhe të marrin pjesë në gara. Zoti Sali, ju keni qenë edhe keni punu një periudhë të gjatë dhe si profesor i matematikës në disa shkolla të kryeqytetit. Lidhja e shahut me matematikën dihet? Po tash... Ka ndonjë matematikë? Zakonisht thuhet se për me lujt shah duhet me pas një logjik. Matematika mas shumë të zhvillan logjikën. Tash nuk do të thotë se vetëm ata që kanë mësu edhe studiu matematikën lujnë shah. Gjithë se tonë kanë logjikën, por këta zakonisht lujnë mirë, sikur se tjerët, ndoshta aty këtu kaqe edhe e ta i kalojnë atë normën, si me thonë e tjerë. Atritje. Nga përvoja juaj si gjyqtar, zotri Sali, a keni, a mbani mend, a keni diçka në kujtes nga ndonjë parti ku është luajtur shah dhe që ka qenë diçka interesante për ta ndarë me neve? Po, vështirë është, ka pas plot lojë, plot, për shembull, vishin se loja zakonisht luhet me orë, vishin kohë, si thonë ne, sajt notë, kohë që duhet me lujt lëvizjet shpejt, edhe me kry lojen, atëre në ato lojë ka pas plot lëshime, plot, e kështu që me daluet tash për tash s'kisha me dalu ndonjë që muaj men se që ka qenë ndoshta ma e mirë lujtur nga njeni nga shahistët e tjerë, ka pas shumë të tillë që kanë edhe në kohë të shpejt i kanë kryer lojët me sukses, me kombinime. Unë nuk marrë vesh asë gjë nga loja e shahut, zotri Sali, po ka ndonjë limit, do të thënë, ka ndonjë orë caktuar sa duhet luhet shah për shembull? Ka sa orë duhet zgjas një lojë shah? Loja e shahut luhet simas rregullave që janë caktuar nga FIDE ose që quhet Federata Ndërkombëtare e Botës. Aty janë caktuar, për shembull, luhen zakonisht 3 orë me mendue, njeni 3 orë tjetri, mandej kemi edhe mënyra tjera për mos me humbë kosti, dhe mos ma vonë kjo është paraqit, edhe kanë filluar të luhen lojët e shahut me një tempo ma shpejtuar. Kështu që është përveçuar sfari loja 30 minuta me lujt për njenin, 30 për tjetrin, me lëvizje shpejta, e humb kohën kur bjen plamuri i orës, e kështu që përveç kësaj është edhe koha tjetër që luhet 15 minuta, e këto 30 minuta dhe 15 minuta quhen lojë të shpejtura. Mirë po është edhe një lojë që luhet e shpejt. Luhet 5 minuta, mandej tash është filluar edhe nga 3 minuta, plus mirë po për çdo lëvizje shtohet nga një
sekund. Kështu që domthonë këtë duhet të zhvillohet në bazë të rregullave që cakton Federata Botërore. Cilat janë shkollat më të njohura të shahut në botë, zotëri Sali? Po, shahu prej që lujën e di që mas shumë të është lujt në i përpara kemi thonë Bashkimin Sovjetik, edhe në atë kohë aty ka qenë Bashkimi Sovjetik, jo vetëm si shtet maj fort me shahist, por edhe si shtet që ka numër matë shahistësh. Edhe shkolla të shahut që kanë krijuar kadra që kanë zhvilluar shahist të ri, kështu që merret si vendi i parë Rusia. E tash kohët fundit shumë është duke zhvilluar shahu edhe një ndi, e tash ka edhe në atë kohë për shembull kur është lujt shahu në Rusi ma shumë edhe ka pas shkollat shahut, sikur tash një ndi e tjerë, ka ndalë shahista edhe po shkolla, për shembull dhe kemi rastin e Bobby Fisherit, kampion botëror, po me origjina amerikane, domthonë, nuk ka qenë as i Rusisë, as i Indisë. Po, e ka pas tjerë që kanë qenë shtete tjera, por kryesisht shahistët edhe kampion botës edhe më të mirë kanë qenë Bashkimi Sovjetik. Tash kohët fundit po dominon shahu indian. Shahu indian. Jemi afruar te... Vesh të thome dhe këte, falë se zona filën në Indi e ka shahu, aty ka fillu të luhet pas fari shahu. Kuptohet jo në këtë mënyrë që kur tash se si luhet figurat e tjere, por është luhet. Edhe është sport i të gjitha shtresave. Po, është të gjitha shtresat e luhin. Nuk mund heq dorë që unë në këtë bosh e ndë luj që besa bukur. Kështë të pytja që të jetë apo ja? Po, bukur. Jeni afruar 18-at, ju luan isha pas diteve, para diteve, kur të vjen në një mysafir, të vinë edhe shok, kështu që keni lujt ma herët? Ashtu po si, po unë ko marrë pjesë edhe në garat fërktash të pensionistëve i mojmë. Aty kom pas shok, nështë diçka matris, kanë qenë 65 vjetë ma shumë. Kështu që lujmë me shajsh ndryshëm, e mojnë një nivel të lujës ente. Shumë mirë. Po, tash në kohën tonë, zotëri Sali, shahu, po luhet edhe në mënyrë elektronike. Ke provu ndonjëherë me lujt në mënyrë elektronike? Po në mënyrë elektronike, sidomos më tonë vërtetën, kom mendu edhe për para me lujt shah në mënyrë elektronike, mirë po, shumë ka të rjekë, edhe që disa shokë thështim se s'po lunë me këta kompjutere tjerë, po ju thësha nëryshe o shohu i gjallë, kur të keshti partnerin për para në një loje shef se so i ndronë, po menoj pamja, mimikat e ftyrës, ftyra e ti, po nëryshe, ndërso në kompjuter nuk e shef. Jo. Për ata s'kom lujt mirë, po me thonë vërtetën, kur filloj epidemia e gripit, virusit, atëherë fillova kom lujt deri sa kemi qenë mshel.
Mirë po tash, mos i kon fillu me lujt, vazhdoj të tje, por ma pak, ma rrallë. Jeni bërë gjysh, e stërgjysh, e ka trashëguar dikush nga familja e juaj lojën e shahut? Po, që spori fëmija e mi, Arsimi dhe vajza Buqja, kanë lujtë shahat të në gara, jo të nivellit të Kosovës, por edhe ato si quishim ne federative, mandej kanë lujtë edhe djemë tjerë shah, por bile disa në angazhu në ekip, por jo në atë mënyrë se kur që kanë lujtar me marrë pjesë të kara. Tash lujnë nipat, thuaj se gjithë nipat lujnë shta. Sa mirë. Mirë po, as tjeni prej tyre, bile dhe mesat lujnë shta, as tjeni nuk është inkuadru kështu në gara. Në mënyrë të organizuar. Të organizume. Edhe që disa vite njeni për nipave merte pjesë në gara shkollore, edhe shah, edhe sporte tjera. Bilem ka paston njerë po luj ping-pong, shah, edhe zdiq volej basketbol. Kështu që shumë mirë. Dhe për fund të doja të prisja zëzrit Sali, a mendon që do të mbjetoj shahu ball për ball me kundërshtarin, apo do ta marrë jetën e tij teknologjia? Po jo, teknologjia kurse si. Mirë po teknologjia e bon atë vetën, ndihmon në zhvillimin e shahut e tjerë, të ushtrimeve. Mirë po në është si thash edhe më parë, loja e gjallë, që luhet ball për ball me partnerit ose si quhet kundërshtarin. Faleminderit shumë për këtë kohën që ndave këtu me ne. Unë të dëshiroj shëndet të plot. Vazhdosh të luasha me shokët, me miqtë që tash edhe me nipat e tu, me stër nipat. Jo, falenderoj shumë që më dhatë mundësinë që të flasë për zhvillimin e shahut Kosovë, edhe për lojën e shahut për veti. Mi faleminderit juve.